Vërteta është që nga dita në ditë ky njeri mund thirret për krimet që ka kryer. Ndaj dhe është, nuk e zën vend i vend. Dhe një gjë du të them këtu. Edhe unë u kërkoj mediave të majnë qëndrim të rrept kundër atij, sepse ai në mënyrë absolute po mashtron me bisedën sy në sy. Fact-checking. Provoj se Eduardi që i bënte pyetje nuk ekzistonte dhe se pyetja kishte bërë Edvini vetës vetë dhe jo, pra ai para jush nuk del për të marrë pyetje. Më falni, para gazetarëve nuk del për të marrë pyetje, se këtu është problemi. Këtu është gjithë problemi. Ai ka gjetë një mënyrë për të mos u ballavaçuar me gazetarët dhe bën pyetje vetë dhe thot po mi bëjnë shikuesit. Dhe përpiqet të bëj tualetin e tij për të gjithë zezat që ka. Por kjo mënyrë është akoma më keq se RTV-ja. Pra, pas RTV-s, ky është akti më i rëndë që është kryer ndaj mediave.